Institucionet nuk mund t'i trajtojnë rastet që kanë të bëjnë me organizimin e brendshëm të strukturave paralele të Serbisë, por e kanë detyrim të mbrojnë qytetarët e Kosovës kur ata kërcënohen, shantazhohen apo pengohen të marrin pjesë në zgjedhje lokale apo të përgjithshme, ka thënë drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj. Ai është referuar rastit të dy politikanëve serb, Ivan Petrović dhe Ivan Ristic, njëri kandidat për kryetar të Ranilugut e tjetri kandidat për asamblesë, të cilët kanë akuzuar listën serbe për presion për të hequr dorë nga gara. Institucionet e Republikës Kosovës nuk kanë fuqi dhe nuk kanë nevojë mi legalizu vendimet apo veprimet apo veprimin e një organi jo legjitim, ilegal, një strukture paralele të Serbisë në Kosovë. Në anën tjetër, prokuroria ka obligim sipas detyres zyrtare ta mbrojë secilin qytetar të Republikës Kosovës, shqiptar, serb, ashkali, ram, nëse kushdo në Kosovë ja cenon të drejtën apo ja kufizon të drejtën qoftë për të marrë pjesë aktive apo pasive në zgjedhjet komunale apo në të përgjithshme. Petrović e Ristic e kanë akuzuar listën serbe dhe zyrtarin e saj Sasha Milošević për përjashtimin e tyre nga puna në komunën paralele të Kamenicës. Sipas tyre, përjashtimi është bërë për t'i detyruar të heqin dorë nga zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Presionin e kanë denoncuar në polici, por prokuroria nuk ka hapur rast. Në një përgjigje me shkrim, prokuroria themelore në Gjilan ka thënë se Ristic e Petrović, përveç presionit të ushtruar nga institucionet e Republikës së Serbisë, nuk kanë ofruar asnjë provë apo dëshmi për ndonjë vepër tjetër penale. Prokuroria themelore në Gjilan nuk mund të ndikojë apo të hetojë arsyet e largimit nga puna në institucionet e Republikës së Serbisë, ndërsa sa u përket presioneve, kanosjes, shantazhit apo çfarëdo vepre që lidhet me procesin zgjedhor apo të ndonjë vepre tjetër penale, e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare bazuar në ligjet e Republikës së Kosovës, ne do të veprojmë në përputhje me obligimet ligjore. Pas përjashtimit nga komuna paralele e Kamenicës, Ristic e Petrović kanë bajtur edhe grevurie në Ranilug. Ata si fajtor kryesor kanë përmendur Sasha Miloševićin, kryetari Novobërdës që vjen nga radhët e listës serbe. E Milošević në një përgjigje për kohën tha se kanë ngritur padi ndaj Risticit dhe Petrovićit për siç u shpreh për hapje të gënjeshtrave. Kryetari i komunës së Novobërdës, zotëri Sasha Milošević, ka ndërmarrë hapa ligjor dhe ka ngritur padi kundër personave të përmendur për shkak të pavërtetave dhe gënjeshtrave që ata i kanë thënë publikut. Ne besojmë se këto deklarata janë të pabaza dhe synojnë të dëmtojnë reputacionin si të kryetarit personalisht, ashtu edhe të institucionit që ai përfaqëson. Por gjykata themelore në Gjilan ka mohuar se ka ndonjë padi në sistemin e saj në emër të Sasha Miloševićit kundër Ivan Risticit dhe Ivan Petrovićit. Presionin ndaj Petrovićit e Risticit nga lista serbe e ka dënuar zyra e BE-s në Prishtinë dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka qenë shumë e qartë. Jemi të shqetësuar nga cilado përpjekje për ta kufizuar garën mes partive politike dhe për t'u pamundsuar qytetarëve të Kosovës mundësinë e zgjedhjes së përfaqësuesve të tyre. Të gjithë kosovarët, qofshin ata serb, shqiptar apo të cili do grup tjetër, pavarësisht përkatësisë partijake, duhet ta kenë mundësinë e pjesëmarrjes së plotë në jetën politike dhe qytetare. Në çdo palë zgjedhje, vëzhguesit ndërkombëtar kanë theksuar si problem mungesën e pluralizmit në komunat me shumicë serbe, në të cilat dominon lista serbe. Ivan Petrović është pjesë e lëvizjes kombëtare serbe, kurse Ivan Ristic përfaqëson subjektin politik për liri, drejtësi dhe mbijetesë.